Dhe nuk I ka vërtetuar asnjëra nga provat relevante mbi cilat u ndërtu kjo akuzë. Në efekt të veçantë, kjo gjykatë e vlerësoi dëshminë e dëshmitarit të emërtuar si dëshmitari C e I dëgjuar në shërbim gjyqësor, ku I njëjti e mohoi kategorikisht se të pandërët kanë drejtuar tek I njëjti për ndryshimin e deklaratës në një procedurë tjetër. Dhe në anën tjetër, gjykata, siç e thatë, nuk gjeti asnjë provë të gjykues në përvojën nga gjyqtari Lodh Perdoska, kryetari I gjykatës, gjyqtari Kushtim Shyti dhe Rahman Beqiri, anëtarët e gjykatës. Në çështjen penale ndaj të pandërët Samir Ushtaku, Rustem Rukulli, Recep Gjuta, Fatmir Njoku, Ismet Hoxha, Skender Tahiri, Shremet Jasha, I kanë akuzës. Për shkak se nuk është provuar se kanë ndërtuar vepra penale pendim të dëshmisë ose procedurës zyrtare, si dhe friksim gjatë procedurës penale në bashkëpunim nga linja 394 paragrafi 7 dhe 5 lidhur me linjën 31, si dhe linjën 395 lidhur me linjën 31 të KBRK-s dhe veprën penale të pjesëmarrjes në një grup të organizuar kriminal në bashkëhyrje.